Ky emision mundësohet nga Smart Home Albania, jeto më zgjuar. Eurocold Service, energji që nuk ndalet. Klinika Europiane e Syrit. Electromagic, përjeto eksperiencë. Simak Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Jeni mirë. Kjo është programi im. Ditën e mirë keni duke e dëgjuar. Ditë e mirë, shumë mirë, një urim shumë i bukur. Faleminderit Sara, faleminderit Poj. Jo, faleminderit juve, është programi jon. Po, është programi. Mirë se erdhët juve të ne. Si u nis ky program kështu sot mo? Po, mirë se na erdhën të ftuarit. Okej, ti je një super prezantuese programi. Prezantuese më mirë që kam parë deri tani. Shumë bukur, shumë nice. Po, ne të ftuarit e tu? Mami, çfarë të pëlqen ti më shumë? Qa më pëlqen mua më shumë ti? Ti më pëlqen më shumë. Ja, një gjë pak më shumë se mua. Ja, nuk ka asgjë që mua më pëlqen më shumë se ty. Po ka gjëra tjera që mua më pëlqejnë, po jo më shumë se ty. Ti je gjithmonë njëshi. E mori direkt rolin e prezantueses Po, çfarë pyetje tjetër ka për mamin? Kam një pyetje tjetër. Mami, cila ngjyrë është e preferuare e jotja? It's a hard one. Aktualisht, për momentin është roza. Kjo që kam vesh sot. Kjo që ke vesh edhe ti. By the way, e vesh shumë bukur sot. Po, by the way, anyways, mua më pëlqen e kaltërta. Sa bukur. Okej, po, dhe një pyetje të fundit që ti ke qef t'ja bësh mamit. Poj duhet rri vetëm 10 minuta sepse Ledri nuk e di që Poj është këtu dhe këtë gjë duhet t'ja shpjegoni juve Ledrit dhe ti. Me vërtet? Jo, ti. Gjithën vetëm ti. Se ishte programi jote, you decided it. It's your turn to show us how it's done to Lady. How it's done. Poj ti. Just go ahead and do it. Poj ti doje të vije këtu patjetër, ti morë vesh që unë jam këtu dhe doje të vije këtu me mua. Ti duhet t'ja shpjegosh babit tat pse ti ke ardhur këtu. Okej? Faleminderit, vazhdo me pyetjen. Okej. A mund ta ndihmosh edhe pak ajo do suportin tënd? Unë do bëj pjesën time, ti do bësh pjesën tënde. Ej, ti do bësh dhe pak nga pjesa ime. Edhe unë pak nga pjesa jote. Oh, I love that. A deal is a deal. Jo, faleminderit. Okej, vazhdo. Pyetja tjetër. Vazhdo. Mami, which color of the lights do you like the most? Këtu për momentin. Këtu, kush është ngjyra që pëlqen të drita këtu? Apo jo? Unë mendoj që është kjo ngjyra që është tani për momentin. Bluja. My favorite color. Tjetra, pyetje tjetër shpejt. Pyetja tjetër shpejt se duhet. Një pyetje që ti ke qef t'ja bësh mamin dhe mami nuk i këndot pa të kthyer përgjigje. Mami, what's your favorite food? Fol shqip. Mami, ti po flisje cili ushqim të pëlqen më shumë? Friti besoj apo? Friti, patjetër që friti. Burgerat e fritit Poj. Burgerat e fritit Poj. Ti ke qef apo Poj? Kush është ushqimi jot i preferuar? Okay, just 5 more. Just 5 more, okay. Unë nuk lejohem bëj pyetje. Okay, do të bëjmë edhe ty pyetje pastaj. Se sa është po? Ti do bësh 10. Okay. Pastaj do bëj Romeo 10, pastaj unë do shkoj të shtrihem. Do shkoj të shtrihet Donali dhe të fligjom. Ke edhe një pyetje të fundit që t'ja bësh mamit, se do të bëj edhe unë ca pyetje ty apo jo? Po. Edhe një të fundit, që ti ke, më shiko Poj, që ti ke qef që ta dish nga mami. Një pyetje që mami nuk ka ku mos kthej përgjigje tek ajo. Një pyetje të fundit fare. Jo. Një pyetje të fundit fare. Mami, which plant do you like? Plant? Sa e mirë që është. E shikoni sa e Po, mirë sa e pasion. Nuk është si ju, nuk është intrigante si ju. Doni të më thirrni gjëra. Doni të bëni lajme. Shkoç mos i shtrig, është Romeo. Shkoç. Mund të thonë manipulator, shpesh. Po, çfarë pyetje të bëj mami? Jo, pyetje tjetër. Çfarë lulja jote e preferuar? Skandal. Po, jam so disa krenare jam unë për ty, jam shumë krenare për ty. Lulja. Vetëm lulja do të disha mami, po mund ta pesë Lulja ime e preferuar është tulipani. Tulipani.
Afro pak te mikrofoni mami. sot, bravo. Lulja ime preferuar është tulipani. Me spes. Ç'është tulipani? Spice, jo, nuk do Mos ma spice. mëso gocën, mos ma mëso gocën keq. Okej, ha. Ç'është spice limore? Spice një pyetje pikante, një pyetje që mami mund të vihet çik kështu në pozita. Stop. Jo, okay, Stop. Edhe pyetje të fundit. Ndalo edhe ik tani. I the këto gjërat ikën. Ndalo edhe ik. Tani Romeo na bëj ti pyetje që ke për të bërë. Po, okej. Po ne do bëjmë disa pyetje, një pyetësor dhe ju do Which thoni. color is the plant, mami? Ka ngjyra të ndryshme, mami, ka të bardhë, ka roz. Por Romeo dhe Donaldi do na bëjnë neve ca pyetje që janë për ne të dyja. Okej, Okej, nisim. Okej, A the Ronaldo? Jo Romeo dhe Donaldi. Ronaldo nuk luan më. Është në Arabi. Sepse po i ndjesë Ronaldo! Është fiksuar me Ronaldo. Sepse po diskutojnë që parë me pojnë. Po, i Donaldi ju duk si Ronaldo. U shgënjë. Mamë, është Donaldi. U shgënjë nga Kush Ronaldo? Silla Ronaldo. Ronaldo hajde. Ronaldo është. Jo, është në shpinë e vetë. Po mi çka kam. Ronaldo, hajde tani mama. Ronaldo nuk flet shqip, mamë. Ronaldo nuk flet shqip fare. Është Garibaldi. Është kështu në portugez. Okej. Okej, tani po. Kemi disa pyetje për ju, po. Se dua ta shpjegoj për publikun që nisëm ndryshe emisioni për sot, edhe ku kam bukur se sa tani si një vajzë kaq e bukur, edhe kaq e lezetshme sa poj, që unë kam shumë xhane dhe shiko nuk ri rahat në asnjë moment në studio, por pyetjet reale për Sarën dhe Pojn nisin tani. Okej. Poj ki vëmendje, Po je gati, të lutem Poj? se je ftuar. Poj të lutem se je ftuar. Poj Je të ftuar. griva. Të griva. Je ftuar të griva. Tani çfarë tham tu? Do i mbaj duar pastër? Do t'i mbaj thonë ti kemi pastruar? Shumë mirë. Po. Jemi mirë, po. Jemi shumë mirë. Fillojmë? Do i bëjmë pyetje tani. Bëj pyetjet. Po kemi mendje këtu po. Të lutem se është kohë televizive. Është kohë televizive tani, nuk mund të jemi ne tani këta për dar. Okej, të mbledh pa vetëm. Regjia jemi. s'është më në televizion për momentin, po. Nuk televizion kë? Po tiki, ma, unë tiki. Po ti. Po ikma. Po ikme ku të plasi. Po ikme. Mua të plasi, po ty të plasi. Po ikma se do na vi Ronaldo. Njerëz sot. Ikmo tani, ikni. Se do bëjmë pyetje, tamam. Okej, bravo. Njerëz. Folni se e marruam Dhe jo më gati. kot, po e thamë sepse sot çdo kush është i zvendësueshëm, mos harroni. Ç'a do me thënë ajo? Nuk e di asgjë, pra asgjë, çdo gjëra i kuptoj vetëm unë. Okej. Poj, ki vëmendje këtu, Sar Poj. Kush është më e bukur nga ju të dyja? Unë. Poj. Poj. Shumë mirë. Sa Yes. e bukur. Kush është më e famshme? Poj është me. Poj është me famshme. Poj del në rrugë dhe gjithë njerëzit e përshëndesin. Me vërtet? Edhe Poj kënaqet shumë. A, të pëlqen Po, Poj i kjo? pëlqen shumë Poj, është gjithkohë kështu. Oh, sa gjë bukur. Okej. Po mirë, Poj, më shiko, kush ka më shumë shoqja? Ti apo mami? Mami. Jo, ti ke më shumë shoqe. Jo, ti ke. Ti ke më shumë shoqe se unë. love them. Unë kam katër pesë shoqe. Dosta mami ka shoqe, po si ka të vërteta? Ti Edhe nuk e konsideron? Mos u talë, mos u talë. Po u talë, ti do filloj talë me dhe unë. Jo, po u talë, ti do talë me dhe unë. Ju kërkoj një falje, një ndjesë. Njerëz, ky do jetë një super emision në ndjej, edhe xhaka Ti energjinë duhet. Kush ka më shumë shoqe? Kush ka më shumë Poj ka më shoqe? shumë Tani shoqe Poj se tha unë. mami. Bëra shaka. Okej, Poj. Kush ka më shumë shok? Of course me. Poj ka më shumë shok. 100 shok. Poj ka më shumë shok. Sa gjë bravo, shumë mirë. Kush thot më shumë të dua? Unë Mami. Mami, është vërtet sa sinqert. Unë e the më shpesh sa ndonjëherë më thotë, "Ma, po, lutem." Vërtet? Edhe babi, po mami pak më shumë. Të thot mami pak më shumë, Okej. Kush e do më shumë babin? Unë dhe mami. Të dy. Shumë e bukur. Kush e do më shumë mamin? Unë dhe babi. I know it. Of course you know it. Kush është më shumë xheloze për njëra tjetrën?
Thuaj të Kush është më vërtetën. xheloze po e? Thuaj të vërtetën. Ha. Jepi. Mami. Jo. Shaka, unë jam, Po i bëhet më shumë xheloze për mua. Sa bukur. Okej. Kush ha më shumë ëmbëlsira? unë. Okej, pse? Po i ha më shumë ëmbëlsira. E ri në telefon më shumë. Kush qëndron në telefon më shumë? Kush e bën? Ti? Ja. Ti? Unë rri më shumë telefon se ti. Në nxorët pa lara. Se unë e kam punën në telefon. Ti rrin vetëm një orar të saktuar, po unë e kam gjithë punën në telefon, flas me njerëzit, është ndryshe. Po tregon të vërtetë. Tregon të sinqert se publiku Jo, do edhe unë të njerëzit e vërtetë. sinqert. Jo, edhe unë të vërtetën po tregoj. Se ndryti këta fëmijë, këta fëmijë Po jo, unë të vërtetën po tregoj. Po i ka një pa në sy, dhe i ka kush? Mami, Kush? po tregon të vërtetën. Ah, okay. dëgjoj. Unë e dëgjoj vetëm mamin. Çoma. Sa e bukur. Bravo. Po, më shiko pak. Shumë bukur. Blink twice. Nëse blink. Po, blink pra. Blink. se ke nevojë. Nëse ke nevojë për ndim. Ose bëja kështu. Nëse ke nevojë për ndim. Jo, s'ka shenja kështu. Ose kështu. Bravo. Okej, bro. Jo, po ti nuk ke nevojë për ndihmë. Do kjo nuk do pritet asgjë. Kush e do? Po thash se është kjo me sy. Blink twice, po Twice. nëse ke nevojë për ndihmë, po ti nuk ke nevojë për ndihmë, se ne po themi Prit vetëm më vërtetën. Po shaka po. Po më shaka. Kush e do? Si vazhdon? Okej, kjo është e vërtetë. Kush e do më shumë Prishtinën? Mami apo poj? Kush e do më shumë Prishtinën? Mami apo poj? Poj. Unë. Poj. Bravo. Se unë ikin në Prishtinë se mami erdhi në Tiranë. Okej. Edhe unë ikin në Prishtinë dhe kam shumë çoke shtoj gjatë. Okej, sa bukur. Po Tiranë, kush e do më shumë Tiranën? Kush e do më shumë Tiranën? Të dyja e duam shumë. Të dyja. Të dyja, ne kemi shtëpi në Tiranë. Dia, po. Okej. Qa themi ne kur futemi në shtëpi? Sa herë futemi në shtëpi? Home sweet home. Tani shko në home sweet home se po të pret. Po, është momenti po Duhet se vajti ikësh. vonë. Ti duhet shkosh të flesë se nëse jetë tek Edhe duhet flasësh Okej, me sti. babin edhe ti tregosh ç'a bëre sot. Tani do flej. Aha. Po pse nuk do të flesh ti tani? A do të rigjit Jo, emisionin? mund të rish edhe pak edhe flesë është herët, po. Aha. Mund të Dgjoj. rish edhe pak. Kush është Jo apo? tani. Jo. Jo tani. Kur do ti? Gentle parenting. Gentle parenting. Kur do të flesh ti? Ha, dëgjoj, po, një fjali të fundit, edhe një më dëgjoj me kujdes. Një mesazh që ti do të japësh për gjithë shoqet dhe shokët e tu. një mesazh. Një mesazh do Mendoja nga zemra, mendoje ti vet, që do të japësh për gjithë Një shoqet dhe këshill. shokët. Ti jetë shumë e sinqert. Një mesazh do i them të mesazhit që do jetë. Unë për një program edhe ky është mesazhi për juve. Doni vini aty ta bëni bashkë me mu. It's party time. Sa bukur, këtë është shumë interesante. Kështu do bëj, kështu. Po, kështu, i Do kyçe i mesazhi. vizatojmë kartat. Po, do i vizatojmë kartën dhe do ja çojmë kur ti kesh gati. Po, do i fusim Ti do i vizatosh, unë do i fus në çantë. Pa. Okej, shumë mirë vendos. Do Ti na do i thuash natën e mirë. vizatosh edhe unë do i fus në çantë se o mami, unë nuk di të vizatoj këto Ti gjëra më the që ti sa di e të po vizatoja. Okej. Po jo, shkronja shumë mirë jo. Okej, po mirë se Po i mëson tani. Po e mësoj. Po i mëson. Okej, mirë, Okej, do Do futem në klasë të parë vitin. Tjetër. Është me lumtur. Dhe mezi. Do na Dua të futem tani. Jo, Do të nuk futesh dot tani, fillon në shtator. Nuk kemi ç'a bëjmë. Në shtator, okej, Po, po. po, do na thuash natën e mirë. Do i thosh natën e mirë gjithë njerëzve, përshëndet i pak se po të ndjekin. Përshëndet Po njerëzit. ju pafshim natën e mirë. Gjithëve që po na dëgjojnë këtu, duhet i themi natën e mirë. A? Po se po na dëgjojnë neve këtu gjithë ato njerëz, e disa njerëz po na dëgjojnë neve këtu, shumë Po njerëz. na shohin dhe po na dëgjojnë shumë njerëz. Gjithë publiku shqiptar që Ah. neve na ka xhan, po na dëgjon këtu dhe këtu mund t'i themi natën e mirë. Natën e mirë. Ah, sa e bukur. Edhe kështu mbyllim pjesën e Po parë. çfarë është ajo që po më flet mua Te vesh i regjizori, zemër, ne na flet gjithkohës në vesh.
Jam okay, unë domethënë mohabeti mos i kthe përgjigje. Vetëm dëgjoja. Dhe kështu mbyllim pjesën e parë të emisionit që kam shumë të vështirë që ta mbyll dhe do të themi në pjesën e dytë pas një hapësire shumë të shkurtër publicitare me Sara Hoxha për një super intervistë. Që të jetë super boring, që do na ikim Por duhet ta mbyll njerëz. No. Hey. Smart Home Albania sjell teknologjinë në shtëpinë tuaj. Nëse ti do të kontrollosh biznesin, shtëpinë, vilën, restorantin, hotelin nga telefoni, mjafton të kontaktosh Smart Home Albania. Smart Home Albania. Jeto më zgjuar. Eurocall Service, kompania lider që sjell gjeneratorët më të mirë në Shqipëri. Për spitale, shkolla, institucione, shtëpi, vila, pallate, mjafton të kontaktoni tek Eurocall Service, ka 35 vite në treg. Eurocall Service, energji që nuk ndalet. Dhe nëse do të flasim për syrin, kush më mirë se doktor Kastriot Boriqi mund ta njohë syrin tuaj për gjitha problemet që ju keni, për operacione shumë të vështira deri te problemet më të lehta. Klinika Europiane e Syrit, që ndodhet te Komuna e Parisit. Faleminderit që më shtet, më lër ta mbaroj. Po të shihni të gjitha emisionet e X Media, nuk mungon Electromagic. Pse nuk mungon Electromagic? Sepse është kompania më e mirë që sjell brendet më prestigjioze në Shqipëri, si Teka, Hagen, KitchenAid, Miele. Janë të gjitha në showroomet e Electromagic. Pse është më e mira Electromagic? Sepse me Electromagic mund të përjetosh eksperiencë. Me Simac Albania ke akses në makineritë më të mira të përpunimit të drurit, metalit, plastikës, janë lidera europian që vinë për ty që do të ndërtosh një fabrikë të këtij lloji në Shqipëri. Mjafton të kontaktosh dhe të shkruash tek Simac Albania. Simac Albania, teknologjia që rrit prodhimin. Tre, fillojmë. Po jo më çun kam me këtë ky s'm ka marrë më ke filmi vet. Si të ka marrë të filmin? S'm ka marrë fare. Ue? Po në të pesë serio, po mirë se ti po xhiroj atë në kuadër dashurisë. Ti më ftove mua në premier, po nuk më ftove si aktore për në film. Edhe unë isha gjetja më e re. Ti ishe edhe të after party apo s'ka lidhje? Isha unë të after party, po ishte after party. Të urgjenca. Po isha. A ti duhet të filmi? Aktore? Po pse se more ti tani? Unë aktore jam tashmë. Kjo është një aktore, pse nuk e more ti? Po sepse u xhiruan në të njëjtën kohë, edhe në kuadër dashurisë dhe pesë serio. Po. Jo, nuk është xhiruar në të njëjtën kohë. Jo? Nuk xhiruan në të njëjtën kohë. Sa do troç unë kam thënë pse nuk e. Po, besoj. Jo, më duket se jo. Është një manipulator, po gjë. Pse të tham ty edhe ti the jo, diçka tjetër. Jo, nuk. A mos e doje që të ngrija çik sa kohë. Po thoj më tha pra, po isha e zën, po. Wow. Atë thanë. Pesë herë jo. Pesë herë sa jo. Po mirë dëgjoj te tjetri. Jo, ju më thatë dhe unë ju thash 5 herë jo. 5 herë jo, po. 5 herë jo. Tek filmi tjetër, apo është te filmi tjetër? Jo pra. Sepse po bëj. Jo pra tani, pse çaja mund vi ke pjesa dytë. Jo pra, asmas o zema s'kan marrë as mua. Nuk është dyshë. Një sekond prit, as unë s'kam qenë. Do jesh ti ke dyshë? Po pra. Po mirë, do vi dhe unë ke dyshë. Okej, mirë. Jemi rregull. Ku do ta bëjmë? Karaburun, ma? Karaburun. Do ikim me pushime na. Po tjetër. Edhe të xhirojmë. E xhirojmë edhe film, bëjmë edhe pushime. Në fakt ashtu ishte filmi jon. Ja u nda. Kush nuk u kënaq aty? Po, që të gjithë. Shumë bukur. U kthyem njerëz. Unë nuk u kënaq ai. Po pikërisht pra, kush nuk u kënaq, gjuna se kishim marrë këtë. Njerëz, u kthyem në këtë pjesë të dytë të emisionit. Ishim duke folur pak mes vetes për disa probleme, po prap mes vetes. Por tani jemi vetëm mes vetes, që do të thot kur je vetëm mes vetes e po iku, çfarë duhet të bëjmë? Duhet të bëjmë një ca? Skoma party. Jo, duhet të bëjmë një intervistë. Apo jo. Duhet të bëjmë një intervistë tani Sara. Çfarë kemi thënë? Nuk do fiktimizohemi dhe do e mbajmë energjinë e mirë nga fillimi deri në fund. Po, ky është sikleti i madh, po. Ky është kushti. Unë vi vetëm nëse energjia është e mirë. Ajo nuk e kupton që ka ardhur. Po pra. Ti e kupton që ka ardhur? Okej, ka. Dhe kush energjia më e mirë nga
nga të gjithë, kur? Ja, regjesh, fakti që unë jam këtu, dihet që energjia ashtu më e mirë. Okej, super. se kjo ishte. Faleminderit shumë Sara që je pjesë e emisionit. Faleminderit ju shumë për ftesën. Po, Dhe urime Bo, thank për you. median. Faleminderit shumë. Po pse ti mund na kishe uruar më para në? Pse tani që erdhe? Një mesazh i gjë, pse se bëre? Nuk e dija, do nuk e kuptova. Unë tani që erdha këtu e kuptova. Çao Qa po ka bita ndodhur? njerëzit. Po, okay, dakor. Qa keni ngritur? Okej. Dhe jam shumë e lumtur për ju dhe paçet sa më shumë suksese. Thank you. E meritoni. Faleminderit shumë. Keni shumë çuna të mira. Faleminderit shumë, thank you. Ti nuk është se kështu na ishte. Kam qaluar. Kam O Donald, po ne tham. Po të thash, në fillim të emisionit të thash. Po më bullizove, do të bullizojmë brapsht. Okej, ke të drejtë. E ke gjithë të drejtë të më bullizosh, unë të bullizoj. Se një herë erdha, edhe ti Kam Duhet të emisioni parë ke bërë gjëra montazh, kur ke bërë gjëra në montazh që un kam thënë që kanë qenë shumë të bukura, do ti Dhe nuk kisha. A do ti përsëris? Mund t'i përsëris sa Ja, nuk duash. do. Bravo. Tu tregon unë jam i lirë që ti të më bullizosh. Jo, po më bullizove, do të bullizoj. Okej. Po nuk më bullizove, nuk do të bullizoj. Okej, dakor. Sa Sa do japësh do marrësh, Donald, kështu është jeta. Okej, dakor. Sa fair. Shumë fair, po, let's be fair. Come Po, pra, on. kaj, Sara, ti come fair. on. Sara, just hey. Okej, come on, poj, just- okej, poj. Hey, come on, just duhet të bëjmë disa pyetje që ne kemi shkruar për këtu Sar, për ty këtu Sar. Nëse ty do t'jepej mundësia që ta prezantoje veten në një emision. Okej? Si do e prezantoje veten? E kam seriozisht. Pyetje e vështirë. Pyetje e vështirë sepse unë sa herë i dëgjoj ato prezantimet më duken gjithmonë shumë cringe. Po, Nuk e di pse, Edhe më duken prandaj nuk prezantoj gjithmonë. ashtu, po. Më duken gjithmonë sikur, okay. të Po ftyra, shumë si, po. sipërfaqësore. Po. Like cringe, like creepy, like. Po, Po. mendoj që kështu është. Po pse Edhe- ashtu? Po pra, po ndodh kudo vërdall, ë? Po pra, mendoj që thjesht kështu është edhe kam rënë dakord me këtë pjesën edhe nuk Po nuk e nëse di se do si do e të- prezantoja se vetë. sa Si do me të një për fjalë, veten dy tënde, fjalë. për shembull. Për shembull, e ke të ftuar veten tënde, si do e prezantoj? Ja kam seriozisht. Do të them, çliroja fantazinë. Vajza. Vajza e? Më cool e qytetit. Jo, jo. Okej. Jo. Si. Po jo, më jo. Si, me një fjalë. Priteni, priteni. Po, do pritet. Çka do pritet? Çka? S'ka çfarë bën ore? S'ka çfarë bën kjo mendon se është cool. Po kjo është ku. Jo, unë nuk jam cool. Unë nuk jam cool. Unë thjesht super cool. mendoj që jam shumë mundohem që të jem shumë reale. Reale, Jo, okay. shumë reale. Okej, Edhe në fakt të them dy fjalë për Mendoj- Sarën, në qoftë se ndiqni storyt e Sarës, është na njerëzit që unë i shikoj kështu si story të lezetshme. Jetën e vet e pasuron shumë bukur në E rrjetet pra, sociale. këtë mundoj të bëj Po. me punën që unë bëj me Instagram, mundoj që të jem sa më reale me gjërat që unë postoj. Po sepse kjo është dhe koncepti social media, kupton që ti je çik sociale me njerëzit që të ndjekin, apo? Po. Nuk e bëjnë të gjithë pse bëre këtë fytyrë. Nuk e bëjnë. Po nuk e bëjnë se një sekond. po nuk kanë faqe Një se sekond. bëjnë, se është e vështirë ta bësh. Është e vështirë në fakt, po. Është shumë e vështirë ta bësh. Po. Po Nisë, sepse do çka ke rom? Jo, më kapi barku. Jo, Shaka. Jo, e kam seriozisht, do doja ta dija, meqense bëra një pyetje Donald. Si do e prezantoje realisht veten? Po jo, do të thënë tha, se do pra, kishte. Vajza më cool dhe nuk ka. Jo, më nuk do Jo, të tha jo, prezantoj pra, ashtu, tha jo më burr, ha. Nuk e di. Romeo, shumë pyetje e vështirë, Është ta pyetje di se si vështirë do. plava. Po me një fjalë, mos si se prezanton dot veten ti. Kush je ti, moj vajzë? Unë Ti jam- kush je, moj? Kush je? Ti vjen këtu tani. Kush je? Ore, Po ma fal, moj, thuaj ti hape. kush jam unë që më Moj, ke po, ftuar, hape, more hape ti më fjalën. ke ftuar, ti Po, më ke t'ka- ftuar. po, pra, unë nuk Ti do më të ke bëj- ftuar, më ke lutur që unë të vi këtu. Pse Po më patjetër se kjo është puna ime. Po, Kishte pse edhe- më ftove? Kishte edhe frikë, Pse më kishte ftove? edhe frikë se Më- mos ta prishte muhabetin në fund që thoshte për shkakun sot zi fare. Isha gati. Ah, Isha kjo është isha ime. kaq gati. Unë nxjerr Nice, bukën, nice. unë nxjerr bukën e shtëpisë time të mbesës sime se fëmijë nuk kam kohë me ata, që është bukë e fëmijë. O, që ka emrin blu. Blu, sa mi që është, Po, Është, që dua shumë ajo dëshori E, ti di intervistë mjetë. edhe dikur do e kuptoj sa Blu. çmendur e ka pas Xhaxhan. Tani Sar, nuk ka asnjë kështu prezantim për veten? Ja, nuk kam. Okej, unë mendoj që është Asu do të jap një realisht. prezantim për veten tipi serioz, që Më thoshë. prezanto ti mua dhe okej. unë të shoh, ti më prezanton Do- mua ashtu siç unë do doja ta prezantoj vetëm. Okej, me çfarë duhet të merrem unë çdo ditë. Mos Dëgjoj. i bëj këto gjëra klishe që bën gjithmonë. Nuk betoj. Unë okej, kemi të ftuar sot vajzën më super cool të qytetit që vishet shumë bukur, është super funny dhe ka një super energji.
Por më besoni që këto 3 të parat janë vetëm le të them garnityra e saj. Kështu që për më tepër do ta njihni në këtë intervistë. O vlla. O vlla, sa prezantimi. Adi Krasa do me apo jo. Jo Adi Krasa, zemra, të se bën Asarketa Visiu. Me vërtet kjo? Asarketa se bën. E kemi gjatë. Asar, je munduar ndonjëherë që te që do në rrjetet sociale për shkak ta kthesh Instagramin privat? Ja. Jo? S'jam munduar asnjëherë, jo. Të tipit je lodh një nga kjo Nuk kam pasur asnjëherë as ndonjë Instagram kështu privat. Nuk postoj asnjëherë. S'ke Instagram privat? Jo, nuk kam. Pa betoti që nuk e privat. Jo. Hape të lutem. Nuk ka Instagram ti privat që shikon story gjëra? Jo, nuk kam. Po s'ka shanse, s'ka njëri në tokë sot. Jo, nuk kam. Ti duke që ke. Nuk dua të them për zonë, po nuk kam. Po hape ta shikoj. Hapesh ti me 2 herë tek ajo, të lutem hape Po nuk tani. e kam, po janë Instagramet e punës. Janë Instagramet e punës, nuk janë. Po mirë ti shkojmë, s'ka problem fare. Po jo, pse ti shkon? Instagramet e punës se ti kur e shtyp dy herë. Romi, kush kupton? Jo, jo më se ti edhe çik në ana jote dhe çik në ana këtij. Jo, se ky nuk e kuptoj, ç'a do, nuk kam Instagram privat që të postoj gjëra private. Po. Ose nuk postoj në close friends. Romeo nga që ka IQ-n e ulët, ngatron privaten, të vetëm ngatron privaten me fake-un. E kupton, se kupton çfarë është private dhe se kupton çfarë është falso. Nuk e di, unë e di fshat në Spanjë, domethënë këtë. Jo, po nuk kam as Instagram fake, jo. Ja, shko çfarë thot, po unë e di, më e lexoj këtë. Po ajo tani mund të çfarë do. Nuk kam, po unë po flisa për privat. Okej, a ke Instagram fake? Jo, nuk kam. Nuk kam, me vërtet nuk kam. Kam Instagramet e punës që ndonjëherë i përdor. Me vërtet? Pra, ja, shumë e bukur. Ndonjëherë shumë rrallë. Kështu që njerëz nëse ju ka parë free ti ju ka parë. Dhe aty do të bëj kujdes sepse njerëzit e dinë që it's me behind that, kështu që jam unë prapa asaj gjë. Jo, shumë bukur, shumë e lirshme. Ta është shumë kohë kjo pjesa e publikimit të ditës tonë për ditëshmërisë. Sa pyetje kot kjo plago. Jo, sa pyetje kot kjo plago. Zemra, s'është pyetje kot sepse kjo nuk është pyetje që ta kuptojnë njerëzit. Është shumë pyetje me vend. Ta kuptosh dhe ti pse nuk është pyetje kot. Unë që të bëhem aktiv në rrjetet sociale, që nxjerr story nga përditshmëria ime, i vë detyr vetes një herë, 2 herë them. Ashtu ja kam vënë. Do nxjerr të paktën 3-4 story në ditë, e kupton? Nxjerr 4 story, 5 story, pastaj postoj 2 javë, e kupton? Gabim, duhet postosh çdo ditë. Jo, ku t'ja thua? Duhet postosh çdo ditë. Duhet postosh çdo ditë. Po çfarë postoj pra? Se ti si e gjen atë që do të postosh? Shiko, është me ditë. Ndonjë ditë është shumë e vështirë ta gjesh atë si ta bësh Instagramin pak, sepse un kam vendosur që Instagrami im, un dua që Instagrami im të jetë një vend pozitiv, që njerëzit që më ndjekin të më ndjekin sepse i intereson me vërtet se çfarë bëj unë, gjëra që unë. Po ditë të këqija, si të ka pse vetëm po unë e them, kur kam një ditë të keqe e them, edhe disa mesazhe të marr unë. E disa mesazhe marr unë kur unë kam një ditë të keqe, domethënë. Vërtet? Po, marr shumë mesazhe që më shumë shqetësojnë njerëzit që ti merr që ti ke një ditë të keqe, shqetësojnë njerëzit din ku ka kokën sot më modër, por shqetësojnë se ti ke një ditë të keqe. Shqetësohen. Më besoj që po, dhe më shkruajnë shumë gjëra të bukura. Më shumë se njerëzit e mi të afër. Okej, kjo është e dhimbshme. A shqetëson vërtet? Edhe ti vazhdon të postosh ato shqetësimet e tua. Po, unë i ndaj shqetësimet. Në qoftë të sa. Marr ndonjëherë. Në qoftë të sa. Marr ndonjëherë një tip shumë të mirë nga nga ndjekësit e mi, domethënë ka ndodhur shumë shpesh që mua më kanë thënë diçka që unë s'e kam ditë më përpara dhe e kam provuar dhe ka rezultuar që ka qenë një gjë që mua më ka ndryshuar jetën. Sa e vërtet? I kushton kohë ndjekësve të tu, do të thotë. Çfarë për shkakun çfarë? Marr më të mirën që mund të marr nga gjërat që ndodhen mes rrjeteve sociale. Okej, po çfarë mund të ketë thënë diçka për shkakun? Domethënë që ti e marr mend. Për shembull, që e mbaj mend. Unë kur kam dhënë gjë, kam pas shumë probleme me gjithënien. Çka ke thënë? E kam thënë këtë çuna nuk më ndiqni. Keni shumë pak kohë që më ndiqni. Jo, është të skuqen këto. A ka mundësi të flasë vetëm mos bëni pyetje. Mos bëni pyetje. Po flas vetëm më bëni një përgjigje, më dini të përgjigje. Është dhimbshme kam dëgjuar. A mund të mbaroj? A mund të mbaroj? Do flasësh ti përgjigje. Gjatë gjithë dhënjes kam pas probleme shumë me qumshtin. Me skuqje. Po. Më bllokohej. Okej. Më bllokohen në kanalet e qumshtit. Dhe një ndjekse imja më tha që duhet vesh lakër.
Dhe unë që ditën që kam vënë lakër për herë të parë, flija me lakër. Me vërtet? Dhe më ndihmonte shumë, po, më ndihmonte. Unë kam provuar të flë me karot, po Me karot? me lakër se kisha dëgjuar. Shiko të flesh me karot nuk është Po ndonjë ti gjë nuk je mirë. femër edhe nuk je bëgji edhe nuk ke shumë probleme që kemi ne, kështu S'mund të që japun gjë? Kush më Jo, ndalon mua? Kush që ndalon aty? Zoti. Zoti po, po nga që janë këto shoqata. Okej, mirë. Jo, Zoti nuk të ka destinuar ty, nuk të ka Pastaj me dhënë. gjirin ti mund ta thithësh gjithë ditën bro, po s'nxjerr gjë. Okej, doktor bur. Pra. E gjen Janë diçka. vetëm dy mundësi njerëzit, ose do na kryqëzojnë neve për këtë intervistë, ose do na dashurojnë. Ose ti një star për Pa. mendimin tim. Ne kemi thënë që do flasim vetëm gjëra që do na vinë të flasim. Sar, po a mendon se të kanë mbi vlerësuar njerëzit apo të kanë nënvlerësuar? Do të thënë për kontentin që ti shpërndan. Unë mendoj që njerëzit më kanë vlerësuar fiks për atë që unë kam dashur të më vlerësojnë. Po, okay. A je lumtur me veten? Sepse shiko, Instagramin ndryshe nga puna që bëni ju, unë e kontrolloj. Unë postoj çfarë dua unë. Po. Unë postoj kur kam një gjë që dua ta diskutoj me ndjekësit e mi, e postoj. Kur s'kam nerva, nuk e postoj. Pra unë e kam në dorë dhe nuk mund të them që më kanë mbi vlerësuar ose më kanë nënvlerësuar, sepse aq sa kam dhënë unë, aq din edhe pra aq mund të më vlerësojnë, jo më shumë. Okej. Pastaj gjërat e tjera që njerëzit mund të hamendësojnë për atë. Çfarë një ços po bëj si pyetje ti po flet. Çfarë problemi ke? Çfarë më Po, fal, mirë, çfarë mos e shqetëson? Që us po flet zemra më Shkon në fare. Njerëzit e tjerë do si pyetje. Jo, them gjërat e tjera që mund të hamendësohen. Që janë çfarë? Po nuk e di që janë. Çfarë ti ke në mendje? Po ndonjëherë që mundon që unë jam përdhace, po unë nuk jam. Okej, po do ta themi. Po do ta do ta them. Do të themi që nuk jemi. Po nuk jam. Që nuk je. Nuk je Po se nuk jam, Romano. po sa njerëz mund ta mendojnë, a kupton? Po le Mund ta ta mendojmë. hamendësojnë. O zemra njerëzit mendojnë, ç'a do ti të bësh në jetë? Unë dua paqe. Paqe, po paqe s'ka lidhje me portën, tani vjen keq. Po mirë pra, këtë prapë po të shpjegoja Si janë me të dyja me p mos zemra paqe dhe port, po. Mund ta themi këtë dolar, po ta kishe thënë më përpara se tani ne sapo e nisëm si gjë. Okej, dakor. Më vjen keq. Mirë, mendon se kjo puna e Instagramit për shembull mund të bëhet çike losur, mos të duhet një profesion të tipit që ti duhet të bësh diçka që for real, në sensin, apo kjo gjë është for real, a i nxjerr kostot e tua mujore kjo puna që ti bën, sepse ti je një influencer quhet apo jo? Jo, momentalisht Çfarë quhet? kostot influencer. Influencer, po. Momentalisht kostot mujore patjetër që i nxjerr, por nuk mendoj që është një punë, domethënë unë vetë nuk dua që ta bëj këtë punë përjetësisht. Dua ta bëj gjithmonë on the side. Domethënë paralelisht Po, me të gjitha, po. jetës time, po jo ta kem gjë kryesore. Okej. Se është e lodhshme. Po kush janë planet pra? Ke bërë ndonjë plan të Nuk tipit? kam bërë asnjë plan konkret. Nuk kam plan, Jo, prisni shumë një, nuk e kam jo. gjetë akoma, nuk e kam gjetë akoma atë gjën që Atë? Je vetëm që mua domethënë. Apo s'ka lidhje me Ti e budalla. ti e budalla. Ti e budalla? Jam i met. Ti e duket. Ti e budalla, është artist. Është një artist i met. Kuriosifikohen Është një njerëzit. artist i met. Është Artist artist. mamma. Është një Është artist i artist, met. nuk ka faj, është artist. Jam artist, jam Nuk artist. ka faj. Hartims. Ti je Okej. Hartims. Okej, Sara, ke pas ndonjë probleme me famën, domethënë kështu ti për ndjekje gjëra njerëz fiksuar mbrapa. Nuk e di se sa mund By ta the way, flas. po Jo, pra, mund ta sepse ne flasësh. dim si histori, prandaj po pyesim Sara, le të Po bëjmë pra, të po nuk e sinqert me di, njëri unë ja kam tjetrin. treguar Romit, nuk e di se ta flas. Jo, mund të flasësh pse çka ke ti. Po s'ka që mëse po s'ishte nice e ishi montazh, ne po. Jo, nuk e di se sa mund të penalizohem ligjërisht apo jo, s'ka lidhje. Ty të për Po të ndjekjen ndoqë që penalizohesh ti? Se Pse? besoj. Po se nga që e kam denoncuar. Po shumë mirë denoncoja. Po Ma si thuaj ne si ka- rast pra, ha. Po ishte nuk ka ndodhur asgjë, thjesht Po. një djalë burr, nuk di se ta quaj sa nuk e so di, burr. diçka. Ja vëmë një Nëse emër, ta quajmë Herkul për shembull, Herkuli. Herkuli. Që thjesht Herkuli. pasi postoja unë vendet ku unë isha, shkonte dhe kërkonte aty për mua. Çfarë bënte? Kërkonte aty për mua. Si kërkonte? Ku ishe ti? Pa. Edhe? Futeshte brenda dhe pyeste për mua, ose nuk pyeste dhe më kërkonte. Seriozisht? Më se tingëllon shumë kështu. Jo, Jo, mos me nuk s'ka asgjë. Nuk ka ndodhur asgjë, domethënë Po ç'a nuk ka ndodhur asgjë, thjesht pyeste aty për mua, nuk ka bërë asgjë të keqe të Po si e tipit merrje të- vesh ti këtë gjë domethënë? Ç'a i kërkonte për ty? Sepse Po ja njerëz, thoshte kamareri, jo blako. jo më thonin njerëzit që punonin nëpër vende që ka ardhur dikush ka pyet për ty dhe unë e dija se kush ishte se më shkruante
Më shkruan të shpesh. Me vërtet? Okay. E ku jeton dhe kjo? Shqipëri? Jo, nuk e di fare, se kam ide. Jeton dhe jashtë nuk e da, merrte rrugën. Aha. E gjeti policia, çau po ç'a ndodhi? Jo, unë tani e kam denoncuar edhe në rast se do ketë diçka me të, do merret policia vetë, do merrem unë, po që Jo, më nuk po të them vetë gjyqësia, patjetër që jo. Domethënë ishte pak shqetësuese sepse vinte në përvendet që unë frekuentoja dhe Po pse nuk merr një shofer si Luana? po s'kam nevojë. Okay. Për momentin nuk kam nevojë. Okay. Po pata. Ti ke shofer? Keni pse jo s'kam sot duhet ta marr. Okej, bëjmë shaka, bëjmë shaka. Ky ka kish kuptuar energjinë. Nuk e kuptoj. Ky do vetë ta prishë këtë emision, ne ta lart kë. Është skandale zëma. Është skandale. Donaldi nuk qeka në nivelin tonë. Atë thash. Jo, montosh. Ti më thej që Donaldi është më lart dhe ne do ta ulim. Po. Si po shumë. Sepse ndonjëherë ajo që do duhet të thjesht i dorë, po jo s'po më Ne jep. duhet ta ngrem, duhet t'i japim një dorë që të vi këtu lart ku jemi nesër. Ja, sa ngritë. O doni, hajde zemra se jemi pozitiv. Okej. Jemi pozitiv. Jemi shumë pozitiv. Okej, Sar. Si po shkon jeta me Poem në Tiranë? Po më shkon shumë mirë. Okej. Mendoj që tani jemi shumë okay me A ke gjithë. vendosur do ta mbash? Vajse po. Në mba. Sa lezet. Këtë pyetja bë të gjithë të radio. Pojin me zi e kemi pritur, për pojin Po diskuton. kemi vuajtur shumë derisa ta kemi. Okej. Këtë gjë dua ta them. Okej. Do ka qenë një fëmijë shumë i dëshiruar mes me dhe Ledrit. Po. Okej. Dhe kemi luftuar 2 vjet që ta krijojmë. Okej. Dhe po, kam vendosur ta mbaj. Tani pas 5 vitesh kam vendosur që Që unë ta mbaj. që ta mbaj, Okej, po. shumë Ja vlen. Ju e pat vetë sa e mirë që. është. Si mos ta mbash? Si mos ta mbash? Po, duhet ta mbash. Okej. Si po Po i mami bën shaka, ose? Jo, po se shkon këtë gjë. Nëse ndonjëherë, jo nuk e shikon, po ndoshta dhe ja tregoj, Donald duhet t'i marrim parasysh të gjitha. Këtu do të themi që shaka, për shkak do shkojnë të poshtë, ja dalë. Më shikoni shaka. Jemi patjetër. Si bënte po Edhe si po shkon jeta me Pojin Tiranë? Po shkon shumë mirë, pa. Jemi për momentin jemi shumë mirë. Është në Stua apo në Prishtinë? Kemi atë rutinën tonë. Është ndryshe atje, ndryshe këtu. Po, se një vend të preferuar Po jetë tjetër kemi patur atje, jetë tjetër kemi këtu. Këtu jemi më shumë vetëm ne të dyja. Kuptoj. E di challenging. Si vetëm ju të dyja? Vetëm ne të dyja gjithë ditën. Po pse? Unë edhe po jetojmë vetëm Donald. S'kemi njëri tjetrin. Më fal, ti e ndar. Hello. Sorry për dismëria, është e lodhshme. Ose lodhshme. Po ka ditë që janë të lodhshme, ka ditë që nuk janë të lodhshme. Ti zgjohesh edhe ti e çon vet vajzën në kokë? Jo, vjen fugoni emër. Vjen fugoni, po ti duhet ta zbresësh poshtë. E bëj gati dhe e zbres poshtë. Ora 6:07 besoj, po. Po është gjëja më e mirë që më ka ndodhur kjo. Okej. Zgjimi herë. Rutina. A ke menduar ndonjëherë të kthesh në Gjermani? Jo, nuk e kam menduar. Me vërtet? Ka shumë pëlqen Tirana? Tirana mua më pëlqen shumë, unë kam qenë gjithmonë shumë e lidhur me Tiranën që kur kam qenë fëmijë, që edhe kur jetoja në Gjermani vija shumë shpesh në Tiranë, më sillnin prindrit. Okej. Kam qenë gjithmonë shumë e lidhur dhe më pëlqen shumë, po në Gjermani se mendoj të shkoj sepse nuk puna mua më lidh këtu. Nuk e çam në Gjermani. Dhe në Gjermani unë e shikoj tani edhe kur shkoj për shkakun që të vizitoj prindrit, shoqërinë, ato janë gjithë në punë, unë duhet pres derisa të mbarojmë punën ato që ne të bëjmë diçka, ato pastaj janë të lodhur. Di nuk sikur nuk punojnë dhe nuk jetojnë. Mos ndoshta nuk të kanë qef apo s'ka lidhje. Se njeriu që do të gjen kohën. Okay, dakor. Okej, kështu të thonë, e kuptoj. Dakor. Shumë kanë thënë, ndoshta dhe kanë ndonjëherë, po ndoshta ke të drejtë njeriu. E gjen kohën më plagë. Okej. Cili është Ouch. Cili është më si mendon një të ka ndodhur shpesh kjo gjë? Më ka ndodhur shumë shpesh, po, që janë shumë të lodhur sa. Gjithmonë shikoj se ne jemi zgjuar shumë herët sot edhe. Me vërtet? Plera. Nuk i kim më. Shiko. Kam një vit pa shkuar. Jo, shumë mirë. Te kush terapist po ndiqesh?
Nuk ka terapist. E kam lënë, e kam lënë. Ajo bën pilates. E kam lënë, po do e filloj prapë. Ajo bën Shumë mirë, pilates. zemë, mos ki turp, mos ki turp, Nuk kam zemë. turp, Shumë nuk mirë, kam bravo. turp, për çfarë kem turp? Fare asgjë. Kujdesem për këtë Për gjë your time. mental health, your mental health. Shumë mirë, shumë e bukur. Okej, S'fol anglisht. cili është mësimi më i bukur që ke mësuar nga poem? Mësimi më i bukur që unë kam mësuar, unë nga poj mësoj çdo ditë. Okej. Çdo ditë gjëra. E Po kupton? më tha më një gjë shumë bukur, më tha Do me mua. thënë mua po, Unë më nuk i thot- besoj njerëzve që bëjnë shaka, më tha mua. Unë gjela, vetëm. Më kupton se po i thash se shaka, si këto shaka që bëj unë. Kupton ti? Më tha unë si besoj njerëzve që bëjnë shaka. Të tha ty poj? Po, Ço thua ti? ua, shumë ja ky është një mësim Do të thënë njerëz shaka. mos i besoni Donaldit. Unë s'ja kam thënë këtë, kështu që. Jo, Pra është konkluzion që ajo ka dalë vet. pikërisht po. Okej. Një mësim që ti unë e mora një mësim nga poj. Po. Si thash, mësoj shumë gjëra, po mësimi që marr unë nga poj çdo ditë është që çfarë do marrësh do japësh. Jo, çfarë do marrësh do. Çfarë do marrësh do japësh. sa Do të shumë thënë ardhën e përditshme, po. unë e shikoj edhe me pojën. Po. Si ta trajtojmë pojën, do më trajtoj edhe ajo mua. Sa bukur. Është gjithmonë every day. Po. Qa ti jap unë asaj, ajo do ma kthej mbrapa. Po si e trajton ti pojën, domethënë, je nën strikte, si e trajton? I jep lishmëri shumë, si? Se nëra u duk Unë shumë jap, chill, si i marrëdhënie. jap shumë lirshmëri pojt, sepse mendoj që ajo duhet ta njohi veten e vet edhe po mundohem të jem strikte në ca gjëra që mendoj që nuk duhen toleruar nga asnjë prind. Okej. Mundohem tani, domethënë Marrëdhënie me telefonin si e ka? me limite. Me limite, ha? E Shumë e vështirë bravo. shumë të kufizohet se e ke parasysh të gjëra që sa më shumë të bëhen të jo lejuara, Po? aq më shumë ke qef ti kesh edhe ti. Po. Po. Të gjëra që e di janë- këtë. Po, sa më shumë Forbidden. po, sa më Donaldi të shumë. kupton se është nën vet. Ja, Okej, Po shumë me mirë. këto me zarzavatet? Se Si? kemi punën hiç mirë. Ha? Po se bën që kështu t'ja rash çika të vesën, o t'ja presësh. Po vezën e han ajo, po. Jo, t'ja bësh të rrallë me Edhe supën e zarzavate. han, po kështu zarzavatet ti haj për shembull brokolin Për shkak do bësh, do t'ja grish. Do t'ja grish, zjeja mirë, merr ulëngun, edhe atë frutin pasi ta shtrydhësh. Po nuk ka, bezi ti nuk pureja. humbin gjithë vitaminat. Po i Po ziva. jepja dhe lëngun më beso. Po mirë, Po ne tham që nuk do gënjejmë Donaldi, këtu. po, Donaldi. Ore X Media, ne tham që nuk do Pa gënjejmë këtu. censur jemi, E, nuk pra, gënjem, këtë drejt. Po këtë pra, unë drejt. kam marrë ne këtu kur dalim në padorite. gënjeshtër, për shumë ne pranojmë gënjeshtrën. Se ka të tjerë që se pranojnë. Ti ke aftësinë. Sa e bukur kjo, sa Sa e e bukur. bukur. Sa e bukur. Jo do e mbaj. Sa i mirë ky djali. Sa i mirë ky djali. Okej, unë do të dija një pyetje. Kush mund të jetë një pyetje që po i të ka vendosur në vështirësi ty, që ti s'ke ditur si t'i japësh i përgjigje. Një pyetje të vështirë që po i të ka bërë ty. Një pyetje shumë e vështirë që më i më bëri para pak kohësh, ishte që pse jam ndarë unë dhe Ledre. Okej. Ta bëri si pyetje, ha? Pa, ma Po bëri çfarë si tha? pyetje, patjetër që ja shpjegova shumë thjesht, Çfarë i the? që nuk na funksionoi gjëja dhe u ndam sepse nuk merreshim më vesh me njëri tjetrin. Dhe pas se më pyeti, po you can fix it. Vërtet? Po ju mund ta rregulloni, edhe unë i thash që jo, po ju nuk mund ta rregullojmë, tentuam ta rregullojmë, por nuk funksionoi dhe është më mirë kështu për të gjithë. Ne, për mua, për ty, për babin, për çdo gjë, edhe e kuptoj. Më e rëndësishme është që e kupton. Domethënë bukur. sa më shumë t'ja shpjegosh, sa më thjesht t'ja shpjegosh, që një fëmijë ta perceptoj, ta kuptoj edhe ta pranoj, Po. aq më Aq më nice është aq edhe. më okay është për fëmijën, kuptoj. nuk i le Po, pra, më jo- pikpyetje jo- në jo në kokë të- që jo ta të- dëm pa gjumë. Po pra, jo ta gënjesh kështu, do thotë që ti nuk do bashkohesh prapë. Ja. Okej. 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 Zbes fjalë. Vazhdojmë. No, okej. Nëse po i do të pyesë ty për historinë e dashurisë, me që se jemi këtu. Për historinë e dashurisë së prindërve të saj, domethënë, si do ja shpjegoja? Do e shpjegoj se çka qenë e vërteta. Nuk do e gënjeja për asnjë gjë. Patjetër që disa gjëra s'ka nevojë të di sepse është shumë e vogël, kur të arrin një moshë të Patjetër, caktuar do ja patjetër. tregoj Diskutoj. të gjitha, do ja Okej. tregoj të gjitha. Pra pojt do ja tregoj të gjitha, everything. Okej. Ky është qëllimi që unë i kam bërë vetes time, nuk do e Okej. gënjej për asnjë gjë sepse nuk kam arsye ta gënjej. Okej. Do ja tregoj siç ishte, një histori shumë e bukur që nuk shkoi ashtu siç mund të shkonte, që është okay, gjërat ndodhin për një arsye. Këtë gjë ma ka thënë një mik dhe kur ma ka thënë nuk e kuptoja që gjërat ndodhin për një arsye, nuk e kuptoja
Okej, kam dëgjuar shprehje e dëgjuar, po tani që jam këtu sot, e kuptoj që me vërtet gjërat ndodhin për një arsye dhe për aq kohë sa ti mendon që është një arsye më e mirë pas, do jetë një arsye më e mirë pas. Sa bukur, shumë bukur. Po, okej, shumë nice. Më pëlqeu. Nuk ka nevojë ta komentoni çdo përgjigje që unë. Jo, shumë bukur, se po kështë bukur se do kisha Jo, që në paqe me të që marrëdhënia e sinqert me fëmijët, e kupton, kështu që për sa kohë ti je sinqert me pojën është shumë nice. A ka qenë e vështirë ta ndash rolin e ish partneres nga roli i nënës që duhet respektoj babain e fëmijës? Jo, për mua nuk ka qenë fare e vështirë. Ka qenë më shumë për rrethin tim, për njerëzit që më rrethonin e vështirë, se sa për mua. Unë e dija shumë mirë që marrëdhënia që unë kam me babain e Pojit është marrëdhënia ime me atë dhe Poji ka marrëdhënie komplet tjetër, ai ka një rol tjetër në jetën e saj dhe kjo gjë ka qenë e qartë për mua që në fillim. Se kam pas kurrë të vështirë. Poji e do, e ka baba, do e doj gjithmonë. Siç dua unë babin tim, a kupton? Patjetër, nuk ekzistoj. Se i kemi kaluar gjithë këto gjëra. Ti e do babin? Vdes unë për babin tim, vdes mbaroj. E çuditshme. Edhe kur ma shan mami, unë vdes për babin tim. Kështu që nuk dukesh. Duke marrë parasysh këtë gjë, e kam pas shumë të qartë që nuk ndërhyn dot, a kupton? Domethënë ti mund të edhe sikur të tentosh të ndërhysh, nuk do arrish dot, sepse është një dashuri. Është një dashuri që e ka fal Zoti dhe nuk tjetër, është dashakësi. Dhe nuk ka qenë kurrë, se kam pas kurrë problem Romeo. Gjithmonë e kam pas të qartë. Unë e kam pas gjën time me Ledrin, na shkuan gjërat siç shkuan me Ledrin, po kjo nuk ka të bëjë me Pojin. Unë kam marrëdhënien time me Pojin, Poji ka marrëdhënien e vet me Ledrin. Okej. Edhe ka qenë gjithmonë shumë Si është marrëdhënia juaj me Ledrin tani? A shkoni bashkë për festa ditëlindjesh, për shembull tek festa e Pojit? Jo, nuk ka ndodhur akoma, nuk e di, ndoshta në një të ardhme dhe mund të ndodhi. Unë jam shumë okay tani me Ledrin. Tani. Shumë. Jam shumë okay. Ja dua të mirën se është babi Pojit dhe mendoj që Poji mendon një bab sa më. Po dhe dukesh rezaton ti këtë gjë, kështu që. Edhe jemi shumë okay, mendoj që po bëjmë një punë shumë të mirë me Pojin. Bravo që. Dhe kjo ka rëndësi. Bravo të dyve, edhe ty dhe Ledrin. Bravo. Faleminderit. Si mendon se mund të rindërtohet një raport dashurie pasi thyet? Nuk e di. Me thënë drejtën nuk e di. Ju vazhdoni flisi me njëri tjetrin? Vetëm për Pojin. Vetëm për Pojin. Domethënë nga kjo dashuria, se këtë dua të di, si e rindërton ti, domethënë nga dashuria ti flet si shok, le të themi, vetëm për hir të vajzës. Po jo, pse nga ajo dashuria çohet dashuria ke Poja, kupton? Dhe ne kemi gjithë dashurinë e shpirtit tonë. Ka kur dashuria komplet, domethënë s'ka fare? Jo, s'ka fare. Jo. Po respekt? Respekt patjetër, gjithmonë, respekt gjithmonë, dashamirësi gjithmonë, po. Dashuri për rolin që kanë në jetën time dhe. Çfarë mendon ti Sar për lajmet që qarkullojnë nëpër rrjetet sociale, domethënë? Ç'a mendoj unë? Ndonjëherë më azarojnë shumë nervat. Ja, vërtet. Ndonjëherë mbjeme dalë dhe unë me status. Po ndonjë, shiko, pse ti nuk prekesh? Po varet se kush shkruan, e kupton, varet kush shkruan, varet kush komenton, kur shkruaj ndonjë gjë që është komplet absurde, të vjen i çikinac. Nuk ka. Është një intervistë shumë e bukur e Tom Holland, që i thotë ai, çfarë mendimi ke për ta njerëzit që komentojnë për ty ose që nxjerrin lajme për ty. Edhe ai thotë, nëse nuk ke numrin tim të telefonit, ti nuk je aq i rëndësishëm për mua, kështu që. Po shumë bukur. Dakor, mos edhe unë kështu e mendoj. Që të vjeni çikinat, nëse ti lexon tani lajme që nuk janë vërteta për veten tënde, dhe të vjen të bësh një status dhe ta qartësosh të gjën, po që për t'i dhënë edhe aq shumë rëndësi, edhe unë njësoj mendoj që patjetër. Po se ke numrin, nuk është edhe aq e rëndësishme, as nuk më ul, as nuk më ngren, kështu që. Dua të pyes pak për profesionin Sar. Sa vërtet je në Instagram? Unë mundohem të jem shumë e vërtet. Jo, prit. Prit. Sa e vërtet je? Ndoshta 50%. Me vërtet? Isa keq. Po jo, nuk është. Çfarë të shtyp që të shkosh 100%?
Çfarë të pengon, më fal, çfarë të shtyn thash? Lufta në Iran. Jam çik kështu si, Çfarë më pengon? Më pengon vetbesimi më. Mos e ti dukesh vajzë me vetbesim, ti Po mirë, un kam vetbesim ti për të nuk është duken sigurisht të punuara, të kuruara, kështu gjëra, Po nuk kam aq vetbesim saqë un të nxjerr me vërtet gjitha gjërat që un përjetoj në përditshmëri, edhe gjërat që un i përjetoj edhe me veten time, që ndonjëherë kam edhe shumë qejf të diskutoj me ndjekësit e mi, se i kam ndjekësit shumë të mirë. Po, atje. Edhe ndonjëherë më shkruajnë gjëra që them wow, domethënë po ti hapësh screenshotet e mia, sa shumë mesazhe marr unë edhe sa shumë gjëra të zgjuara më shkruajnë dhe sa shumë më ndihmojnë. A merr më shumë mesazhe se sa Arbana? Sa mesazhe merr Arbana? Nuk e di. Nuk e di ti që merr shumë. E kam parë. Ku e ke parë? E thot ajo. Nuk e di. Duhet të krahasojmë. Duhet të ka ardhe pa përgatitur, duhet ta shifja. Nuk e di sa mesazhe merr Arbana. Anyway, Okej, mund ta kalojmë. Okej, çfarë është fasad në jetën tënde në Instagram, Sar? Fasad? Po, si këto të morëve. Fasad. Fasad xhami. Mendoj që fasad është që jam gjithmonë mirë. Je gjithmonë mirë. Që jam gjithmonë mirë. Keq, ha? Sa vështirë është. Jo, prit, jo që jam gjithmonë mirë, po jam shumë e fortë. I them shoqërisë time, se më thon këto për shembull, je shumë e fortë. Po, e fortë, po vetëm kur të fshihin ai ti. Që tu në këmbës. Çfarë kupton ti? Kjo është me tension tani që flasim bashkë. Me tension kjo. Tensioni 10 me 7 deri jam e fortë. Ska. 18 me 9, po s'ka gjë. Nuk ka. Sa e kishte? 18 me 9, po s'ka gjë. 18 me 9. Po s'ka gjë, e bëjmë çuna, e bëjmë. Me vërtet, ha? Ndonjëherë. Po Fasad është ndonjëherë ajo, po, ke të drejtë. Fasad është ndonjëherë, për aq kohë sa unë nuk kam postuar asnjëherë se si qaj në krevat. Është fasad. Po se qan në krevate? Po pse ti nuk qan? Në krevat, jo krevat, jo krevat, nuk qaj në koltuk. Po çon si ka? Në koltuk, po jo të krevat, në zërat e krevatje. Po, krevati. Unë qaj në koltuk edhe tek dushi me roba. Dushin e kam edhe unë pikdo. Me roba, po. Filloj aty me roba dhe filloj qaj. Dushin e kam edhe unë pikdo, se nuk i ndjen lotët. O zot, sa tekst ju bëj tekst. Mos nuk kam qarë kurrën edhe thjesht ishte ujë dushit. Me o zot, një tekst këngë. Sa po doli të super tekst këngë. Ke të drejti, po pra s'është logjike, pra s'është ujë. Se bie ujë edhe nuk ndjen lotët. Dua të qaj e të bie shi. Dua të qaj e të bie shi që mos të duken lotë e mi. Sa e bukur. Pelma, po mirë, Sara, fiton nga lotët, kështu nga Instagrami? Po, fitoj. Fiton? Fiton në vëtë që të bësh një jetë comfortable, like jetën që bëj aktualisht e kam në Instagram dhe është jetë e mirë. Me vërtet? Nuk mund të qahem. Nuk mund të qahesh, as nuk do më shumë, apo? Jo, dua më shumë, si dua më shumë. Se mos do më shumë. Kush nuk do më shumë? Kush nuk do më shumë? Domethënë ta mundson Instagrami që ti të bësh një jetë komode, ëh? Po. Ta mundson. Ha, sa bën Samira i Marku Zuckerbergu. Nga të mundsi njerëzve. Po se të kemi parë fakt se ti lëviz shpesh kështu, bravo, pish goxha lekti. Okej, mirë, sa mirë. Ti e përgjigje pyetjeve, po disave ju ikën. E kam seriozisht. Kujt i ke ikur për herë të fundit? Taksistit pa paguar. Stalkerit? Okej, mirë. Më përshkruaj, ta them vërtet. Djalin e ëndrave. Mos ta bëjmë të rëndon. Djalin e ëndrave dhe unë do ta vizatoj për ty. Asa më pëlqeu kjo. Ta them vërtet. Asa më pëlqeu kjo. E kam vërtet. Asa më pëlqeu kjo. Vetëm do ma përshkruar, si jepi? Në Koreale, hë. Se nuk e ke? Po mirë pra, hajde ta me Koreale, mendo. Por ti e kupton që mo nuk më del në ëndra një djalë. Jo, po s'tash në ëndër. Thash atë që do të doje. Që do doje ti. Po nuk e kam akoma. Po mirë, hajde ta bëjmë kështu, thjesht më thuaj si do doje që të ishte dhe unë po e vizatoj. Si ti po thua për pamje? Për pamje. Po nuk më intereson pamja më fare. Po mirë, ma bëjmë barça shqiptare, ma bëjmë më barë sot ta bëj unë nesër. Thuaj disa detaje, Disa detaje të vogla. Hamo. Të jetë fani, si do i vizatosh ti fani. Po ç'ke, po ç'ke pra le aty në dorë pa fantazor. Të ketë humor. Të ketë humor. Ha, okay. Tjetër? Okej. Si do të jetë Të më kuptoj. Të kuptoj. Sa bukur, si mund ta vizatoj këtë të kuptoj. Një sekond pra, hë. Të çuditshme është. Okej. Tjetër? Tjetër. Si do të jetë? Do të jetë shumë i qeshur?
Ta bëti qeshur? Ba çfarë mund ta bësh qeshur, ai mund të jetë Apo një i qeshur pa. Bëj i çik më serioz. Po Jo shumë qeshur. Do të mundi në qeshi. Jo shumë të qeshur. Mundi në qeshi Një të timit. qeshur e vogël. Mund të jetë shumë, e shive pak, mund të jetë. Ja më ja. Jo shumë. Po shkëtë No. Romi s'ka që se Okej. po e këshun. Po. Okej. Be pak. Edhe? Tjetër? Po çfarë flok është këtë lart? O si, më Po më fantazo po shfrenoj Po fantazi. se kam. Po një më kotë futet. Po jo më nuk e kam, nuk kam. Flok të shkurtra mesatare apo të gjata? Mesatare. Po nuk e kam. Zgjidh se këta me flok të gjata. Me mjekër pa mjekër. Po nuk më intereson fare më. As mjekra. Po si tjetë, vetëm tjetë njeri i mirë. Po vetëm mirë më thoj mjekër pa mjekër, Po, më s'ka gjë fantazo, më mos e thoj. Po me mjekër idealisht Me mjekër më fantazo me s'ka në gjë. Inshallah ka. Fantazo se ëndra janë bëva këtë. Inshallah ka i çik mjekër, po Okej. spaci s'ka problem. Ja me çik ta bëj me çik. Okej. E kemi. E Po kemi. po po. Okej. Okej, gati. Gent Azizi. Genti e kam. Genti e kam pas këtë. E kam qërit! E kam qërit! Fani! Po Genti është shumë fani. I qeshur po jo shumë një shumë. Pak Me buzëqesh. pak mjekër, pozitiv. E po Genti ka një problem shumë të madh. Që? Të s'dit kërcej. Po të s'ma po, the. Jo, po nuk dit kërcej, e dua që të kërcej. Po se s'ma the, Po mirë, nuk më shkoj mendja. Come on tani. Futi një kurs Jo, kërcimi. Genti. Elisha Qiri. Futi çik i liri, kapi çik me sekonda. Genti u. Një sekunda bëj i lirë të tjera. Ju e dini që unë Gentin e kam pas këtë Dancing with the Stars? Po se se di. di, Ah, okej, tha se nuk e dinit pra. Ej zot. Dhe Genti u buri eliminua ëndrave. shumë shpejt se s'dinte të kërcente, po është shumë fane. Nuk dinë të kërcenta apo Më duket se nuk dinte të kërcente, nuk unë e di di. që ai di shumë mirë Po të e di kërcej. që është shumë fani se kam date disa herë me Gentin. Ore nuk e bëri kot ai këtë më. Nuk e bëri kot Donaldi këtë. Nuk e printoj ka. Nuk e printoj kot. Ai si se printoi E ka vizator tani ai më. Gent Azizi në zemër. Po buri ëndrave mba. Na të keqe, na sa Një bukur. puthje. Gent. Sa bukur, okej. Shumë e bukur. Shumë mirë. Doja të të bëja një pyetje tjetër. Doja të pyesja pak për kaçurelat. Ku i ke bër? Donald jepi drejtim se Ja, drejtim zona. Okej, dëgjoj. ky duhet ndroj profesion. Kemi një lojë. Ai e ka ndruar zemra thjesht është i vetmi që s'e ka kuptuar. Do bëjmë atë lojën? Se Po. ne kemi një lojë shumë të lezetshme? Kemi një lojë shumë të lezetshme, shumë të bukur. Që ti do ndash te këto fotot që unë do nxjerr tani, që do dalin dhe për teleshikuesin ton, do dalin në ekran. Do t'y nxjerrim. Teleshikues quhet nëse e televizion zemra, si televizion. Po ku e shikon ai? Në rrjetet quhet? sociale. Rrjetet socializues, po, për gjithë rrjetet socializuesit që na ndjekin, okay? Si jeni televizion? Si? Nuk është televizion kjo? Televizion është televizion. Televizion Po zemra, është te Mediaseti transmetojmë. Mediaset, vetëm në Itali. Te Mediaseti, okay? Na ndiqni çdo të shton. Dhe ne kemi ndar do kesh nga 3 foto, okay? Dhe do ndash në këto 3 foto kë do martosh, kë do vrasësh dhe kë do fusësh në burg. Okej? Është lojë pra, Është me lojë, kë do është martohesh, kë do martosh domethënë? Kë do martoje nga këta të 3, kë do vrisje nga këta të 3 Dhe kë do fusi në dhe burg. kë do fusje në burg nga këta të 3, okay? Zgjedhni Okej. personazhet e parë. Dhe të parët janë. Okej. Më shejtan do të vi rada më vonë, po. Inshallah keni fut në një që mund të martohet me vërtet. Me vërtet, po më mund marrësh me vërtet. I pari. Erion Braçe. 1. Albin Kurti 2. Po këtë e njeh të. Albinin e Po, njoh. pra, tjetër pra, kota, dhe Braçe është pa që i rëndësishëm sa Albin. Okej. Dhe Erion Velia i 3. Tani, kë do martoje? Kë do të fusje në burg? Kë do fusje në burg? Nuk e Edhe kë do vrisja? Mo tani, se lojës tani, se ti si janë personalisht Tani- asë nga po këta. nuk Po dëgjoj, ke çik të thjeshtë se ai në burg është, mund të thosh në burg për këtë tjetrin. Erion ishte në burg. Ka vërtet. E kupton, ha. Një sekond lere asaj se ta bëja dhe ti Po. Donald, si kë do do fusun martoj. Erionin në burg. Jo, nuk Po dua që nxirre, Erioni mo. të jetë në burg. Po nxirre, pra, fut tjetër, ha. E nxjerrim Erionin nga burgu. Okej, po çfarë do i bësh Erionin po nxorë nga burgu? O, do e vras çdo do e martosh. Kujdes se burgu është gjë më mirë që mund t'i bësh. Hey, hello.
Si thua? Me që burgu është gjëja më e mirë që mund t'i bëj. E lëm Lalin në burg. Okej, Lalin në burg, okej. Shumë mirë, se s'ndryshova gjë. S'do rregullosh ti botën. Tani këto vrasësh dhe këto martosh me këto. Albinin e martojmë. Okej, u martua. Po i po E martoj me që- ndave Kosovës më i vajz. Si u ndave më i vajz Kosovës, okej. Kam rastis vetëm një herë me Albinin dhe është sjell mirë me mua dhe Po si vetëm një herë? Mirë, okej. Albin. nuk e njoh, se kam Okej, nuk se okej, kam të ide. më nëse se kjo Të është martoj, martoj, se mirë se situatë fani fani, është morat, po e di më që ai është fani. Erionin do e vrasim? Ti e vrave unë. E vrave ti. Jo me vras Erion. jo, ju e ti shpiket dhe lojën. Iku. Ju e shpiket lojën. Tre Bravo opsione Erionin. po. Okej, tani kemi Të të Erioni ngele duke e vrarë. Po pse doni të fusi sherr me deputetët? Po ama E se kemi marrë Kosovës super edhe personazhe të se mund të merrni këngëtar, mund të merrni kështu, po s'doni ta bënin të tillë Marrë ca lojë. personazhe. Keni marrë këngëtar, e un po ik. E po kjo do të thot shumë. Kjo do të thotë shumë. Kjo do të thot shumë njerëz. Pa Po sigurisht. kë do A mos e marrësh bëj shak. Gëzuar se me njerëzit nuk e Electromagic. kuptojnë që Gëzuar me Electromagic, gëzuar. gëzuar. Electromagic. Janë më të mirë në Janë treg. të mirë. Okej, kam 3 për këtë situatë 3 të tjerë. Kam të parin. Personazhet, 3 personazhet e tjerë janë Gjesh Luca, Adi Krasta dhe Muare Mameti. Rema. Rema do martojmë. E Rema do martojmë vërtet? Na bëj çik muzikë në shtëpi më. Me vërtet ha sa A këndon bukur? Po si E, s'këndon pra. më? Këndon bukur. Rema Ne, të pra. Po. Si jo. Të martoj Sara, ha mor Rem. Aha. Iku Adi Krasta çaj bëjmë? E kam se çati kuda ose në burg ose ta vrasim. Ha. Kë do vrasim pra? Ha, Nuk kë e do di, të vrasim? ma, Njësoj është. Ha? Edhe Si burg, si vrasje i E saj. kam seriozisht, këdo do të fusim Adi në burg. Po mirë, ta fusim. Dhe vrasim Adi Gjergjin? të futi Romi, nuk futa unë. Vrasim Gjergjin? Ta vrasim Gjergjin. Gjergjin? Peshkatarin do më të Peshkatarin po, famshëm. dhe vrasim? E vrau, shumë Të mirë. vrau Romi. Okej, dhe personazhet e fundit janë Vis Pupa, do ta njohësh Visin, come on, okej. Romir Zalla, apo Beskallaku. Humorist të gjithë. Po mori span. Humorist gjithë, do të thënë Beskallaku, Romir Zalla, apo Vis Pupa. Këto martoja. Besin do e fusim burger direkt. Me vërtet? Apo ta vrasim? Se besha ka. Se besha ka. Okej, ha. Çfarë do bësh Besit? Besin, Ha. E kam ta thënë. fusim burg. Ta fusim burg. Okej. Burg se është rahat e mre. Ata të mbrëmja. Okej. E fusim Besin në burg. Visin, Këtë martosh, kujdes. të dy janë shumë fane. Aha. Visin do e martoja. Okej, u martua me Visin. Adin, jo, s'është si e ka. Romirin. Romirin do ta vrasim. Do e vrasim Romirin? Po gjuna. Me shumë keqardhje, po ç'të bëjmë? O Romir. O vlla im. Po nuk është kjo botë për të gjithëve. Po. Të drejtin e merr Zoti. Shumë mirë. Okej. Unë nuk kam faj, ju e keni fajin për gjithë të gjën. Po jo më çfarë Pse u qesë shumë, nuk qesë, pse nuk qesë. Në qeshët ju, po puna është qeshin edhe ata. Kush janë Po ato? pse më çfarë do bëjnë ata? Do të shohin pse jetën e artist- tyre se i the ti kush u vra, kush u fut në burg e kush. Do mërziten ata. Besoj thoni? që jo. Nuk Po nuk mendoj ndodh. se ata ta kenë Ta kenë për për nder. kënaqësi, jo për nder. Që i Ta vrave kenë për ti. kënaqësi. Ta ke për nder që i vrave ti për mendimin tim. Okej, shumë mirë. Sara, arritëm drejt fundit. Çfarë doni? Kaq mo? pyetje kishit për mua. Jo më ty Si po ti po të ke një orë intervista zemra, si ti bëm gjithë. Ha, si është gjendja, si është ja. Si është gjendja aktuale, Ja. emocionale tani për momentin. Si ndihesh pas gjithë këtyre Psikologjike. gjërave? Psikologjike. Psikologjike. Me të drejtën ndihem shumë mirë. Domethënë kam shumë kohë nga gjithë këto vitet e kaluara që kam arrit në një pikë që kam njohur veten time shumë mirë. Okej. Edhe mendoj që tani do bëhet akoma dhe më mirë. Sa mirë. Shko sa radhë janë njerëz që ndihen mirë me veten Pa, për shkak. e di sa e rëndësishme është Donald, të merresh me veten, të njohësh veten të atë njerëz, se unë mendoj sot, sot Sara që jam, mendoj që nuk e kam njoft veten time. Domethënë gjithë vitet që un kam kaluar se njihsha veten time, kam qenë kështu si tharadaçk. Një gocë naive që kalon Po kjo vjen dhe me moshë, ë? Dhe mua kur më thonë njerëzit që je pak naive, thosha, unë naive jo, s'ka shans. Edhe ke qenë naive, rezultoi që ishe naive? Po, kam qenë shumë naive, Po çfarë të ka ndryshuar?
Po më ka ndryshuar jeta, thjesht gjërat si erdhën. Ajo gjëja që kur ndodhin gjërat për një arsye dhe është arsye më e mirë. A është gënjimi motivi që ti ke ndryshuar? Patjetër. Zgënjimi është arsye? Patjetër që po, patjetër se ti kur fyesh ti bësh gjithmonë më fort edhe mundohesh pastaj. Un kam punuar shumë me veten time këto kohë të fundit edhe kjo puna që kam bërë me veten time me trurin tim. Me trurin tënd personal. Me trurin personal. Timi personalin. Mendoj që më ka ndihmuar shumë të gjej këtë paqen që kisha shumë kohë që e kërkoja. Shumë nice. Po se të shikoj kisha shumë kohë që e kërkoja. Po pra, merresh me veten palestër. Palestra ka luajtur një rol shumë të madh, kujdesja për veten. Kam bërë një trajtim, inshallah nuk duket. Kam bërë BBL Demoxi para 3 ditësh. Pse bëre BBL Demoxin ti? Po, është trajtimi më i mirë që mund të bëni në një herë. Unë bëj të në dark po flini me Donald. Unë bëj të bryli. Unë bëj të Demoxi. Jo, gabim vetë një pikë të bryli? E ke gabim. Gabim. Ti ke shumë nevojë një herë. Për çamo? Ti për BBL Demoxi ke shumë. Unë nuk kam nevojë për BBL Demoxi. Ke shumë nevojë. BBL Demoxi është numri 1. Po kështu se të kam parë që healthy, po ha frit për shembull. Tani si ndodh? Po mirë frit ha, unë se frit. A është e shëndetshme frit? Nuk është fast food, po frit është e shëndetshme se frit me sa më kanë thënë, e marrin mishin të freskët çdo ditë nga kasapi. Me vërtet? Dhe unë kur dua të haj shumë protein, shkoj haj te fritë dhe i them a bëni burger me dy qoftë. Sa gjë bukur. Okej, sepse është në fazë të protein. Pritje ka cilësinë e mishit e ka shumë të mirë dhe kjo është arsye pse unë haj aty. Sa mirë se janë këto koca që dalin. Ore pse thoni që fast foodet nuk janë të shëndetshme, burgera thonë nuk janë të shëndetshme për njerëzit që bëjnë palestër. Ti merr biftekun kur jam më veç, biftek, sallatë dhe pa bukë. Varet ku e han, dhe varet se si gatuhet, çavaj. Nëse atë friti, e atë friti. Po, yes. Na po jo. Sar, planet në të ardhmen, çfarë plani ke? Nuk kam asnjë plan konkret, Donald. So nice. Çat më sjelli jeta? Jam në pritje. Sa gjë bukur. Çat më sjelli? Tani un jam shumë pozitive me çdo gjë që kam. E mirë pres çdo gjë që të vjen. E mirë pres çdo gjë. Po ishte gjë e bukur, e marr me përsipër me shumë qejf, po është një gjë që nuk më përshtatet. Siç është kjo gjëja që jam unë këtu, që ishte një gjë që unë që nuk të përshtatet. Jo, back përpara. Sa kuptoj. Sa se thon intervistat se si jam këtu që s'më përshtatet atë gjë plak. Prandaj ka vështirë njerëzit ta marrin vesh. E ktheva më përpara se isha më shpejt në mendim se sa ç'po flisja. Do të ndot shpesh? Sa na blidh veten. Ti je shumë mirë, po mblidh veten. Keni bërë tap. Keni bërë tap? Me Electromagic? Me Electromagic? Jo. Pushom. Po push. Nëse shkoj shumë mirë. Shkoj shumë mirë. Okej, mbyllim. Okej. Çuna faleminderit shumë. Thank you sir. Thank you that too. Dhe si dalja ime pas shumë kohësh në televizion që e kisha më shumë stres, ma bë shumë të thjesht gjën. Okej, thank you. Shpresoj që publiku të marrë gjithmonë atë më të mirën që duhet marrë nga çdo gjë. Jo vetëm nga kjo intervistë, por nga çdo gjë që në zemra kushdo që të doj ta shikoj të keqen, gjithmonë të keqen do të shikoj te ty, kush do të shikoj të mirën, gjithmonë do të shohë të mirën. Kështu që të falenderojmë shumë që ishe me ne, je një vajzë super pozitive, unë të uroj me zemër me shpirt që gjërat të t'i bëj Zoti vetëm mbar. Ty po e dhe gjithë familjes tënde, edhe faleminderit shumë për kohën Sara. Faleminderit ju për kohën tuaj. Thank you. Faleminderit shumë. Dhe kështu e mbyllim këtë emision për sonte, bashkë do të shihemi të shtunën e ardhshme. Faleminderit shumë që na ndoqët. Ju e dini sa ju dua dhe kur s'ua them.